Më kujtohet një histori e hershme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nëse mbani mend, që ishte u bë problem atëre, votat në kutinë e gabuar. Po to ishin kutinë e gabuar. Është një histori kontroverse, anasjellta e kësaj. Dhe unë atë çuditërisht, dhe tash më ngacmoj. Çuditërisht u bëja thirrje sepse mbani mend, nuk është kjo KQZ që është sot, ishte një KQZ me vetëm shpatat nuk na mungoni që të luftonin. Ka patur debat atëherë KQZ-ja, kolegji zgjedhor, vetëm tani s'kam as debat as kuriozitet. Ku të thoni mua? Thërni publikut, jo, publikut nëpërmjet jush. Kishte debat, por pa doza, se unë tash jam i lirshëm, jam në avokati, ishte debat i djallëzuar. Ka qenë një skenë, mund të tregoj vetëm një detaj? Se ti e mban mend, edhe Ivi do ta mbaj mend. Ka qenë një skenë, diskutohej nëse kutia ishte e mbyllur apo jo, sepse kishte vulën dhe vajti një nga vëzhguesit, nuk po them i majti djathtë, e futi dorën, tha ja, tha kryetar, tha se si futet dora, tha te kutia. Përveç me vulën e sigurisë. E mban mend këtë? E mbaj. Votat në kutinë e gabuar, për mos ta zgjatur historinë, dilin më shumë vota se numri real i votuesve. Dhe atëherë u thoshja këtyre antarëve që ishin të kraut se kështu ndam skalionet PDPS me një kanal të madh që ajo është fatkeqësi që u ndam në mënyrë të tillë, thoshja më bëni precedent, mos e legalizoni këtë lloj procesi se është i mbrapsht. Se do bëhet precedent i keq dhe do ta vuani juve. Dhe çuditërisht erdhëm në këtë moment. Jo, po s'është një gjë, ato i gjetëm atëherë tani. Një minutë. Inshallah po i gjejmë këto 130.000 që na mungojnë. Ishte kundërta e kësaj toni, ishte më shumë vota se numri votuesve. U legalizuar. Firma atëherë, nuk ka patur, domethënë ka patur zgjedhës cilët merrin fletën e votimit dhe nuk jepin firmën në regjistër. E legalizoi KQZ-ja, e legalizoi kolegji zgjedhor dhe hyn tashti në precedentin e praktikës gjyqësore, sepse do merret si referencë. Sa do ndikoj pasaj kjo referencë është gjë tjetër. Domethënë kjo është ana negative. Por ajo do të thoshja është që e para njerë shteti dhe gjykata gjykojnë sepse në përfundim do vjen kolegji zgjedhor historia. Gjykojnë me akte dhe me fakte. Dhe unë deri tash fatkeqësisht edhe nga ajo që dëgjova nga juve, përveç dëshirës, mund të jetë e vërtet kjo, uroj mos të jetë e vërtet, sepse është e rëndë, por nuk dëgjova të keni një provë konkrete. Provën e kemi, një sekund të ndërpres. Provën e kemi se kemi vendimin e KQZ-s që thotë fletë votimi që prodhojnë gjithsej në rangë vëndi, 138 faqe vendimi, dhe janë 3.534.792. Pra ka që janë prodhuar, është e pa diskutueshme, se ka vendim KQZ-je. Janë gjetur 1.463.204 në kutit e votimit, janë deklaruar të papërdorura 1.935.834, 5.000 janë të dëmtuara, mungojnë 130.754. Dhe ne i themi KQZ-s, nuk akuzojmë për ndonjë, i themi tani nga proces verbale që vetë na keni dhënë, dhe nga vendimi që vetë keni marë, këto janë provat tona, dy aktet e KQZ-s, del kjo diferencë. Tani, o gjejni ku janë, shpresojmë të jetë gabim, ose në qofë se s'janë, pas të e shumë e rëndë. Se pari, nga jo që dëgjova është... Faleminderit. Nëse e kuptova drejt, është një relacion, nuk është kërkesë ankimore. Jo, është kërkesë për të thelluar hetimin. Po pra, është paraqitur një kërkesë ankimore në KQZ? Pësë është fazë kërkesë ankimore kjo. Do me thënë, neve jemi në kërkesë ankimore për pavlefshmëri në disa qarqe. Në kuadër të provave që nga kanë dhënë, në kuadër të proceseve ankimore, provave që nga kanë dhënë PV08-at, këto proces verbalet që kanë gjithë rezultatet të qëndrave të votimit, të cilët në qofë se i mbledh, kryojnë atë total që themi neve, që është dokument zyrtar nga KQZ-ja, dhe kemi aktin e KQZ-s, vendimin që ka prodhuar 3.500.000 fletë, që nuk lëviz prodhimin nga ato. Pra këto të duja janë. Dhe, se po ndërpres, në kuadrë të shkresës që kemi thënë, përgjegjësin për të thelluar hetimin, në qofë se ka pat parregullsi, aq më tepër parregullsi që ndikojnë me rezultatin, si që kanë partitë politike ta kërkojnë, bas 161 e ka dhe KQZ-ja vetë, që në qofë se konstaton vetë parregullsi të tilla që mund të ndikojnë në proces, ta thelloj hetimin. Dhe ne i themi, thelloj hetimin dhe ne jep një përgjigje. Tani kanë humbur si janë fizikisht, apo janë gabime në proces verbale. Deri sot, brenda ditës në thonë janë gabime. Tani, ta shofim. Gabime në mbajtjen e proces verbaleve që me 130.000. Okej. Shumë e çuditshme. Sa gabon, sa ka qenë marrëzhi i gabimit dikur? Sa vota vjen? Një vjet që të ndryshojnë më njëherë, nuk është të thënë, nuk duhet shumë gabim për me ndryshu kaq shumë. Një sekond. Mos ngataroni momentin që referoi zoti Lazi që ka të bëjë me 2011. Vetëm një vjet që më vjen më tepër, kaq mjafton. Flasim për, okay.
Jo, aty do dilja, po më falë, që ta përfundoj dhe pasaj që ta për debat. E para njerë duhet burimi provës. Filon që nga antari i qevës, që nga vëzhgusët, antari i numërimit, antari këzazës e tjera tjera. Deri pasaj në KGZ dhe gjithë problematika nga dyja palët, kush dojnë pjesë e procesit në kast, do vej me domosdoshmërinë 100%, një palë do ankohet në kolegj. Dhe në kolegj pasaj e shtrup gjyqtarësh, profesionist, dhe bëjnë hetim administrativ si pas regullat kodit procedurës administrative. Më të nuk vijet që kam dëgjuar unë një histori si që ishte atere, pra ndaj e përmënda. Sa atere thoshte, ka thënë filani që në kuti filan ka 10 vota më tepër, por nuk janë numëruar edhe au burra hapin kutit. E gjetën votë në presidentit që e kështë edhe kutire ka iku ajo histori. Dakor, iku ajo histori. Do me e këshim me provë televizive, presidenti vetë, i kohës, vajti e hodhe, fati tia që ishte vetëm ajo... Kjo histori mund përsitit. Pra ndaj dhe është e kundër të asaj, qëfar të bëjmë atyre që numri votuesve në QV ka qenë 100 dhe dalin 120 vota. Me kjo është edhe këtu, numri votuesve thonë ju kanë qenë kaq edhe kanë dalë fletë. Por, pyetja që do shtrohet është jo, a ka ndikuar në rezultat? Të 130.000 vota në qofë se vërtet kanë humbur, kanë ndikuar në gjithë formatet, në gjithë llojet e rezultatet. 50.000 prej tyre janë vetëm KZZ e Tiranës. Të do bëj një pyetje dhe përfundova. Janë vetëm në një zonë zgjedhore apo janë në gjitha zonat zgjedhore, 50.000 prej tyre janë në Tiranë vetëm, qarkun e Tiranës. Kanë qenë votuesit, kanë dashur të marrin fletë votimi për të votuar dhe nuk kanë pas mundësi se s'ka pas fletë votimi. Jo, ka patur. A ka ndikuar përfundimisht në e fletëve që kanë ngelur? Është më pak se sa teprica që duhet të ngelte. Pra ka disa fletë që nuk janë as të përdorura, as të papërdorura. As të dëmtuara, as në kuti. Dhe nuk e dim fare ku ekzistojnë tani këto. Tani nëse vërtet mungojnë këto, pra të mungojnë 50.000, se po bëjmë abstragim vetëm me dokumente. Dhe për zëbalet e shpërndarjes materiale zgjedhore më burse, merr kryqëzohen ato. I kemi dhe ajo edhe. Po duhet të kryqëzohesh me ato. Mund të ketë shkruajtur më shumë me një vend e ka shku më pak. Jo, po si shkruan më pak 130.000 vota. Se mund të shkruajnë 130.000 vota, e kuptojmë pak. Po kur merr ndërzim materiali zgjedhor firmoset prapë. Kështu që duhet me marrë edhe ato që kanë marrë ndërzim, edhe ata që dorëzojnë. Edhe këta që prodhohen, pra janë 3 tregues, nuk është vetëm 2. Gjithsesi Pra, daci me sa më fat ta shpjegoj publikun, daci me sa po thotë është